Myanmari po përballet me një krizë të rëndë humanitare, pas tërmetit të fuqishëm me magnitudë 7.7 që goditi vendin javën e kaluar, duke lënë pas më shumë se 1700 të vdekur dhe mijëra të plagosur. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë një thirrje urgjente për një ndihmë prej $8 milion për të ofruar kujdes emergjent për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve dhe për të rivendosur shërbimet shëndetësore jetike gjatë 30 ditëve të ardhshme. Agjencia e Kombeve të Bashkuara njoftoi se po vepron në nivelin më të lartë të emergjencës, ndërsa Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe theksoi se shkatërrimi ka qenë i madh dhe nevojat humanitare po rriten çdo orë. Ekipet e shpëtimit në Myanmar po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuarit në rrënojat e ndërtesave të shembura. Udhëheqja ushtarake e Myanmarit shpalli gjendje të jashtëzakonshme në 6 rajone dhe lejoi ekipet ndërkombëtare të shpëtimit të hyjnë në vend për të ndihmuar në përballimin e situatës. Ndihma ka ardhur nga vendet fqinje si India, Kina dhe Tajlanda, ndërsa edhe Malajzia, Singapori dhe Rusia kanë dërguar gjithashtu ekipe dhe materiale ndihme. Në një akt solidariteti, Qeveria e Unitetit Kombëtar e Opozitës së Myanmarit ka shpallur një armëpushim dyjavor, duke pezulluar veprimet ushtarake sulmuese nga data 30 mars, pavarësisht konfliktit të vazhdueshëm me kryengritësit. Tërmeti, i cili konsiderohet një nga më të fuqishmit që ka goditur Myanmarin gjatë një shekull, shkaktoi dëme të mëdha dhe viktima edhe në Tajlandën fqinje, duke përkeqësuar më tej situatën humanitare në rajon.